Komuna e Strugës dhe kreu i saj me ndiqyra do të përballen me gjoba nëse gjykata në Strugë vendos të pranoj kërkesën e policisë për të filluar procedurën kundër vajtës ndaj qyres dhe komunës, për shkak të mosvendosjes së flamurit shtetëror për festën e 28 nëntorit. Nga gjykata e Strugës për Alsat thanë se kërkesa u ka mbërritur dje dhe nga dita e marrë lënda do të jepet gjykatësit të rastit, i cili do të fillojë procedurat. Ndërkohë komuna e Strugës hesht për procedurën kundër vajtëse, nga atje thonë se nuk do të prononcohen. E gjithë kjo ndodh pas acarimit të marrëdhënieve midis Mickoski dhe qyres. Kryeministri tha se përmes porosisë SMS shprehu zhgënjim të thellë që flamuri shtetëror nuk u vendos në festime. Pas qortimit të kryeministrit Mickoski, kreu i Strugës me ndiqyra, i cili fitoi zgjedhjet edhe me mbështetje në VMRO DPMN-s, mungesën e flamurit të cilësoi si lëshim. Madje u shpreh i bindur se bashkëpunimi me këshilltarët e partisë së Mickoskit do të jetë në nivel, por situata në Strugë është krejtësisht ndryshe. Marrëdhëniet midis VMRO-s, qyres dhe Vlenit në Strugë nuk janë në nivel. Kjo duket qartë për shkak të faktit se palët nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë marrëveshje për emrin e kryetarit të Këshillit për më shumë se një muaj. Koła ima i će se sozdat uslovi za množinstvo i za izbor na predsjedatel će se izvrši. Seanca e Këshillit të Komunës së Strugës është caktuar për 10 dhjetor. Ajo u thirr nga antari më i vjetër Nafi Jonuzi, por ndër pikat e rendit të ditës nuk është askund zgjedhja e kryetarit të Këshillit. Nga VMRO DPMN e thonë për Alsat se nëse kryesimi i Këshillit nuk u përket atyre deri me 31 dhjetor, pra deri në afatin ligjor për miratimin e buxhetit komunal, ata do të largohen nga koalicioni me Vlenin në nivel lokal. Vlen tashmë ka thënë se tani për tani nuk ka marrëveshje. Megjithatë, burimet tona thonë se vendimi përfundimtar se si do të veprohet do të merret këto ditë.